A e dini kush është çelësi I lumturisë, I gëzimit, I shëndetit, I harmonisë, I ekuilibrit, I balancës në jetën tënde. Dëgjoje këtë video deri në fund dhe do ta mësosh. Siç e shikoni, jam në makinë dhe tash po vi në Tiranë, nga Selaniku, në Greqia, dhe këtë e bëj shumë herë. Por sot besoj se është një ardhje më e veçantë si herët e tjera. Para se të nisëm, akoma dhe dje, notarke, kërkova ndërmjet ëndrave të më tregojt kush është shkaku I gjithë këtyre vuajtjeve time, I paraardhësve, të shqiptarëve, dhe si mundet unë t'i ndihmoj këta njerëz të sillin harmoninë, sepse misioni im, siç ka thënë dhe në video të tjera, është të sjell dritë, harmoni ndërmjet gjinisë femrore dhe mashkullore. E cila është harmonia brenda nesh, në zemrën tonë. Nuk është shumë e thjeshtë që ta arrish. Dhe vërtet duhet të kalosh në për zjarr, në për therr, siç e themi, që ta arrish të gjesh atë pikën kryesore, atë parajsën, siç e quajnë, dhe parajsën në njerëz të bukur dhe shpirtra në evolucion, nuk e gjej më kur vdesi. Gjithçka bëhet këtu në tokë, brenda nesh. Se ne kemi dhe errësirën dhe dritën, dhe perrin dhe parajsën. Thjesht duhet të kalojmë në për gjitha të errësirën, që është asgjë dhe gjithçka që të lindi drita. Ndërmjet gjitha tyreve që ne kalojmë në jetën tonë dhe ndërmjet terapive që mund të bësh, ti mund të kuptosh kush je në të vërtetë. Ka punuar shumë e vetën dhe punoj për ditë, si që thash akoma dhe sot, në mëngjes, u ngrita duke pritur përgjigjen ndërmjet ëndrës dhe e mora. Edhe unë ashtu si edhe ju, vllokonja ose më shumë ndërshkonja veten që të arrinja të mos braktisnja maman, babain tim dhe gjithë shka që ata kaloni. Ndërshkonja veten dhe nuk e lejonja veten të luanja, të gëzonja, të isha në gëzim. Dhe këtu të t'ju tregoj një histori kush më erdhi e para në mendje që të lironja. Kam qenë fëmija e dytë në familje, jemi 3 fëmijë, dhe gjithmonë isha ndryshe nga të tjerë. Shumë herë kujtohesha që nuk isha pjesë e kësaj familjes. Donja të shikonja gëzim lumturi dhe nuk e lejonja veten të gëzonja të lumturonja. Dhe ky ishte qëllimi im si shpirt, që t'isha një zanë me shkop magjik që të sillnja lumturinë në shtëpinë time dhe të njerëzit. Ky më bëri që të merrem me këtë mision. Ky më bëri që të marr rrugën dhe të vi në Shqipëri. Sikur edhe një shpirt të bëjë ndryshimin, për mua është fitim. Por njerëz të bukur, ndryshimin nuk mund ta bëjmë, nuk mund ta bëj unë ndryshimin. Unë jam ajo që mund të tregoj me përvojën time, me metodat e mia si mund të ndryshosh. Dhe një nga këto metoda është që vi në Shqipëri dhe e solla për herë të parë sistemi përfaqësik transformues 333. Dhe çdo gjë, çdo fjalë e kësaj metode tregon si ti të sjellësh në pa të vërtetën tënde. Është metoda që merret me sistemet. Me sistemin familjar, me sistemin trupor dhe me organet e tua, me sistemin kolektiv, me të gjitha sistemet. Transformik, sepse çdo gjë që del në pah
që lirojmë tramat, plagët tona, transformohet, lirohet dhe ti thjesht me ndihmën e Zotit të vërtet bën diçka ndryshe, hyn dritë tek ty, te zemra jote dhe të gjithë paraardhësit tënd. 20 preza është vërtetuar me shkencë që kemi brenda nesh, në ADN-n tonë. Ndaj shumë gjëra nuk i lejon të arrish t'i bësh, sepse ke në ADN-n tënde është regjistruar një program që ti kujton që po ti jesh i lumtur e lumtur, ti praktis familjen tënde, praktis paraardhësit tënd, praktis veten tënde. Dhe zgjedh të praktisësh veten tënde, që mos praktisësh ata. Por sot, dhe që sot e tutje, për ty që je gati të ndriçosh, të lidhesh me shpirtin tënd, me zemrën tënde, me të vërtetën tënde, jam këtu të të tregoj sekretin, dhe sekreti është vetëm një. Eja në terapinë e grupit, në sistemin përfaqësik transformues 333. 3 do të thotë lidhesh me hyjnorët tëndit dhe të gjithë kolektivit, ndaj bëhet dhe transformimi. Kjo metodë nuk mundet të shpjegohet vetëm kur përjetohet dhe apen dyer dhe dritare të reja për jetën tënde. Në datën 13 dhe 14, siç e shkoni, do jem në Tiranë për këto 2 ditë që do bëjmë terapinë. Nëse do kemi mundësi, mund të bëjmë dhe deri në datën 18 që do ik dhe grup tjetër. Do jem nesër në datën 13 tek Pallati i Kongreseve, tek botimet Living, nga afër në orën 11 më orën e Shqipërisë deri në orën 13 për të firmosur librin e Simbolot Avmaton për lirimin e 83 madrave, të frikave dhe fobive më të rëndësishme të jetës tonë. Dua të të them eja dhe atje të bisedojmë nga afër, të njihemi dhe të bësh diçka tjetër nga ajo që ke bërë deri tani. Dhe dëgjoj deri në fund videon, sepse do shikosh që edhe ti je pjesë e kësaj. Siç u thash, jemi 3 fëmijë dhe unë jam e dyta. Nëna ime me plagë të mëdhaja, e rritur dhe ajo në familjen e saj me dhimbje edhe i dërim, me trishtim, e cila nuk lejon të gëzimin dhe lumturin të vinte në jetën e saj. U takua me babain tim, që dhe ai kishte një dhimbje shumë të thellë, i dërim, trishtim, sepse u rrit jetim që më noshën 10 vjeçë. Por në të njëjtën kohë, ndërmjet terapive që kam bërë, të gjithë ana e babait tim ka patur trishtime, vdekje të papritura, luftra, dhimbje, shumë. Dhe babai im zgjidhte për të mbytur i dërimin, për të mbytur ndjenjat dhe t'i bënte hakun duke pirë. Sepse nuk duke u bërë klon, më falni për atë Karagjozit, të qeshte kur shpirti ti qante, sepse edhe ai kishte të trashëguar në brendësitë të tij atë që i thanë që ti je mashkull dhe nuk duhet të qash dhe të bëhesh i fortë. Dhe ai zgjodhi rakinën që të mbijetonte, të qeshte, të ndihmonte njerëzit që kishin nevojë, sepse ndërmjet atyre ndihmonte veten e tij. Dhe shumë të tjera. Mamaja ime e rritur një familje që kishte trishtim, se kishte humbur motrën, ishte mbytur në moshë të vogël. Më ndiqni në video tjetër që të mbarojmë historinë, se kjo mbyll.